Zuzi, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Po ta za fytyrën mikrofonit e ula pak poshtë. Si e sa? Okay. Super. Edhe pak I ke provat? Jo, po provat, po unë faktikisht po më nuk ishtë dashur ndoshta me qenë fare këtu në mikrofon të ju, sepse nuk jom në mikrofon në emision temin, bashkë me Delvinën. Pa, të shmundesh me I fol gjanat për festival. Jam një pushim mjekësor, jo muj me fol për festival, se festivali I RTK-s. Po, ndryshe është ko reprezenton Jo, me qef ku marrë, deshta veç me u arsyetu tek ndëgjuesi. Tek metropoli. Për shkak metropolit që jam duke mungu ka një javë më shumë, jam një proces të rregullimit dhëmbëve dhe e di, procesi I vështirë. Goxha I vështirë. Po përgatitet për ta kënduar sa më mirë këngën që është pjesë edicionit të tretë të festivalit. Si do t'ja bësh për prova ti më vonë, po besoj që jo, unë jam në rregull. Jo, në rregull. E ke të I kalu atë. Po mendoj që ka punë aty, mandej kur I ki planet, kur I din që kime qenë me një festival serios edhe unik në Kosovë, si festivali I tretë I radiotelevizionit Kosovës, atëherë nuk I lidhet asgjë fatit, por duhet me qenë gjithat planifikume, pa tjetër edhe prova sot, edhe prova mandej, edhe prova generale, edhe në fund trofeun me që gjaqë. Po, me këngën Identitet. Po, Identiteti, po. Kush e punoi këngën? Kush e bashkëpunëtorët e ty? Këngën e ka komponu këngëtari që sapo e ndëgjua më herët që këndoi para se ty Jona Andosi, që unë nga Ferizaj Qeli është super unik në muzikën e tij, edhe po dhe tekstin gjithashtu e ka bo Andosi. Për ndryshe, Identiteti është një tekst shumë domethënës. Për tekstin, sepse ka një histori interesante në duket. Qëre, lyrics janë, gjithmonë ka kërët kanga, gjithve në ndosin e të gjithë në dëgjoj muzikë, jemi apo shemi, mirëm apo shmirëm me muzikë, me dëgjojmë gjithë. Krejt din me ngu muzikë. Dikush edhe din veç me këshyri, jo me ndëgjoj, anyway. Por ideja është që teksti, kur teksti ka domethënie, edhe ti e kupton me diksion të pastër këngëtarin duke kënduar edhe çka po thot, edhe nëse kënga qëllon komponimi, domethënë melodia me qenë e bukur e kapshme, s'ka ku ik, po mendoj edhe për këngë ja u lë mandej jurisë dhe publikut me vendos dhe me vlerësu, po sa I përket tekstit, teksti është identiteti, ka të bëj me identitetin ton kombëtar, për gjuhën shqipe, gjuha më e vjetër indo-evropiane në këtë glob. Unë ka njerë thëmë shallas po ingjëna, po edhe Ademi a.s. ka full shqip, I pari që ka zbritën tokë, si pas besimeve. Sa tingëllon mirë këtë Zuzi kur flet kaq me seriozitet, Po natyrisht. Për ndryshe identiteti, po mendoj kur flet për identitet, atëherë është shumë serioze në kuptimin që teksti ka të bëj me gjuhën shqipe, domethënë. Gjuha shqipe, tokat, gjuha e nanës, gjuha shqipe, gjuha e nanave tona që na e kanë mësu. Pas një orë, gjuha e nanës dhe tokat e babës, që duhet mi rujt. Po, pas një orë ose një orë gjysmë të presin edhe provat, edhe është hera e parë që ti do ta dëgjosh edhe vetë këngën se si po tingëllon bashkë me ekipën, me orkestrin. Është orkestër e madhe, po kur din që I një gjithë me gjithë komponu, kur din që sa jam profesionist, edhe kur e kanë një drejtor artistik, si kur Florent Bosnjakon, me cilin njëm tash e 20 vjetë, po I muzikë kina bo bashkë, atëherë e din që gjithë shka kam I shku perfekt, sa I përket ekzekutimit, që po më fishkëllon sëja shumë. Do me thonë sa I përket profesionalizmit, mandej edhe dirigentët janë fantastik. Kështu që pres... Ndjeve vetëm një kuriozitet kënga jote, që t'jetë pjesë mesin e 20 këngëve për që në edicionin e tretë festivalit? Kanë qenë dikon 20 këngë,
janë dërgu nga artistë ndryshëm, edhe po janë përzgjedh 20, vjen mirë që kam përzgjedh komponimin e Andosit, këngën Identiteti, për më tepër vjen mirë që ky edicion ka më shumë emra të njohur, që ta them kushtimisht, sepse ky festival mundson si anonim, që janë shumica, mbi 50% padyshim, të këngëtarëve që kjo është ideja, prurje të reja. Festivali për me hapë rrugë të reja për brezet e rinë. Po padyshim kjo ata do t'i bëjë të njohur për publikun, sepse jam i sigurt që miliona shqiptar anë mban globit edhe te oqeanit do të shiqojnë Trinet, 6, 8 do t'jenë pranë radio-televizionit të Kosovës. Dhe kjo skenografia duket shumë madhështore, shumë e bukur. Nuk e kom pa, po duke u nis prit parit dhe dytit, po pra, jam i sigurt që do t'jetë padyshim shumë e bukur për syrin vizualisht, edhe do t'jetë gjithmonë çdo vit më mirë e më mirë. Kjo është ideja, ne e kalon këtë festival, unë definitivisht kështu me plot zemër i them faleminderit Adi Krastës që ka realizu të parin, mandej kur e bën të parin suksesshëm, s'ka problem, ecim edhe na e kaloni punë. Që në edicionin e parë Festivali Këngës në RTK ka ndërtuar këtë standard dhe tashmë vetëm për të rritur këtë standard, jo më raport standard. Nuk shkon mbrapa zbon. Për këtë arsye edhe ka emra më shumë të njohur, Nita Latifi është, Florenti, tashmë si po ai çuni tash emrat po i harrojnë, do shtam vjen keq, po Santino De Bartolo që na vi edhe nga breshtet e Italisë, për shembull, po, sepse nuk më kujtu emri. Domethënë është interesant, Lara Mani, besoj që do të ketë këngë rrymë të ndryshme, zhanre të ndryshme, diku i flenë më tepër kjo, dikur kjo. Dikush kënon balad, tani festivali është i veçantë Niki edhe Nora. Kur të bën këngë për festival, kënga duhet jetë për festival. E madhe, në kuptimin që ti qashtu nisësh me punu, qysh vlerësot, ma se, tjetë mua bel. Por ideja është që kur bën për festival, nuk është një këngë e rëndomt, ose nuk është një këngë që ndoshta ti frymëzosh ma lehtë, sepse këtu e ki cakun, e ki atë targetin, e din çka kuhen e çka të krete juria, publike. Dhe sa mirë që kemi këtë garën për çmimin e parë, Kjo është rëndësishme. Na ish problem për vendin e parë, po palizje. Po menoj tonë ai festival gjigant mirë i shkon edhe me shpërbly. Kështu e them sinqerisht. Vitin e parë kanë shpërbly, kanë pas një çafore e punuar ekstra për atë. Gradualisht edhe mandej kanë ndalu, edhe mos ka, do të thonë shpërbly, po s'ka shpërbly më i madh se mu vlerësu si këngë fituese. Mirë Xuzi, jemi në fund, shumë sukses ty, faleminderit shumë. Norë, më vjen keq, kështu është muhabeti. Po se prandaj njeriu vepron. Do ta kem për krojen kështu, mendoj ju patjetër në mikrofon, si kolegë po kështu si publik, po ka edhe një uri shumë profesionale që gjykon, gjykon. Mirë është që ka juri, po mirë është edhe publiku pyetet, edhe publikut vota e publikut ka pesh, kështu që edhe publiku më renda, shohim. Qëre këngët të mira vren të publiku, sa duart trokitet, sa ka ovation, sa ka e tha zoti Podrima i pak më parë në edicionet e akordeve të Kosovës, ta shiko, tha, aty kanë qenë gjykime dhe i publiku, tha, edhe juriste, më pastaj tha është bë këngë e madhe, sepse shihet ai entuziazmi. Kështu që shumë suksese Xuzi, faleminderit shumë për kohën. Të jetë më mirë se sa Hynesha e Prishtinës është fillimi një tjetër shanse për Xuzin. Ju më këthin muzikë, është kënga e tretë, një këngë tjetër e kam të gatshme, që der dikun në nëntorë, fund nëntorë, pas festivalit, dhe më thonë 4 këngë për 7-8 muaj, I'm good. Është një këthim i rëndësishëm për Xuzin. Faleminderit Xuzi.